Përshëndetje të gjithëve. Një recetë të thjeshtë peshku do përgatisim ditën e sotme. Kërkon shumë pak përbërës dhe nuk të lodh fare. Sigurisht që është i shijshëm dhe i shëndetshëm. Filloj me përgatitjen. Këtu kam një peshk të madh, mund ta ndani në pjesë të vogla, por mund ta vendosni edhe kështu si e keni të madh. I bëjmë disa prerje nga të dyja anët, që peshku të piqet mirë. Sigurisht që shërbejnë edhe të futen erëzat në brendësi të peshkut, kripa, piperi dhe vaji i ullirit. Në një tas fillojmë të përgatisim salsën. Shtojmë një lugë të gjellës me mustardë, jo vetëm jep shije mustarda, por e mban dhe të butë peshkun. Pastrojmë vendin, shtojmë vaji i ulliri, pak krip. Do marrim lëngun e gjysmës së limonit. Largojmë këtë farën e limonit. Do t'i shtojmë piper të zi. Një përzierje të mirë me furçë. Dhe me salsën e përgatitur do lyejmë peshkun nga të gjitha anët. E lyejmë nga pjesa sipërfaqësore mbrapa dhe pjesën e ngelur të salsës do ta shtojmë në brendësi të peshkut. Gjatë pjekjes peshku merr edhe një ngjyrë shumë të bukur. E shtojmë brenda pjesën e salsës së ngelur. E hapi mirë. Dhe peshku tashmë është i përgatitur me erëza dhe vaj ulliri. Këtu kam një kup me ullinj të pastruar nga bërthamat. Edhe pak vaj ulliri ka ky tas. Këtu kemi domate pomodorini, të cilat unë i kam ndarë në 2 pjesë. Nëse nuk keni domate të tilla, atëherë një domate e pastruar nga lëkura dhe e prerë në kubik të plot, jo të vegjël. I sistemoj mirë në tavë. Presim një fet limoni, e ndajmë në 2 pjesë dhe vendosim në tavë. Pasi lëng limoni kishte edhe salsa që përgatitëm, ndaj nuk nevojitet shumë. Nëse e doni më me yndyrë, mund t'i shtoni sërish vaj ulliri. I shtojmë edhe disa deg rozmarine dhe direkt në furrë për ta pjekur. E pjekim për 20-30 minuta në 200 ose 220 gradë. Kur të ketë marrë këtë ngjyrën e artë të bukur të kuqe, atëherë e keni gati. E larguam atë rozmarinën pasi ishte tharë dhe i vendosim të freskët. Më thjesht se ka që unë nuk besoj se ka, por është aq i shijshëm sa çdo kafshë e ngjyrë në të shijon shumë. Ju falenderoj që më ndiqni.